pëlqyni të regem. Thot një djali i varfër besimtar shkoj për ta kërku një vajzë për fejes, por nuk ja dhan, sepse ishte i varfën, nuk ja dhan. Pastaj shkoj një djal tjetër i pasur, por ai ishte jo fetar, jo praktikant, dhe ja dhan. Edhe kur ja dhan, than, Allahu inshallah e udhëzon. Përse nuk than edhe për të parin, inshallah dhe Allahu e furnizon edhe këtë, po than veç për këtë dytin. Këtu është problemi edhe një pjesës tonë fetarve. Shkon ja kërkon dikush vajzën, është djali i ndershëm, i sinqert, besnik, i dashur, human, familjar, plot njerëzillak. Po çaçi ka dhon Zoti, a e të munua të bë përpjekje. Po çaç është, si a jep. Shkon ky tjetër i pasën. Ama sa është i hajrit heq o burr. Heq sa është i hajrit. Për këta thuj lutën, inshallah Allahu e udhëzon. O dashurit e mi, edhe për të pari nuk kanë dash me thonë, inshallah Zoti ja jep pasuninë edhe këtina. Se i njëjti që t'jep furnizim, është po i njëjti që t'jep edhe udhëzim. Është i madhi Allah, xhalla shanu e xhalla xhelalu.